Këtë vit shkollor nuk do të ketë dënime për mësimdhënësit lidhur me rezultatet e testimit ekstern, por përkundrazi, ata që do të kenë më pak shmangje në testim do të shpërblehen. Kështu deklaroi sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdilhakim Ademi. Nga ky vit shkollor nuk do të ketë dënime për notimin ekstern, përkundrazi do të ketë shpërblime për mësimdhënësit të cilët do të kenë më pak shmangje në notimin ekstern. Shpresoj që në një bashkëpunim të mirë me komunat, me drejtorit, por edhe me mësimdhënësit, kemi një vit më të suksesshëm shkollor dhe suksesi i shkollave tona të jetë edhe më i dukshëm. Këto komente Ministri Ademi i bëri sot gjatë një vizite në shkollën Pashkovasa të komunës së Zhelinës, vizite cila kishte për qëllim t'i urojë nxënësit për fillimin e vitit shkollor. Me këtë rast, ministri njoftoi se tekstet shkollore janë shpërndar. Janë shpërndar të gjitha tekstet shkollore, i cili është obligimi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Risia është që vazhdojmë me programin e adaptuar nga Cambridge për klasat e 4, 5 dhe 6. Vitin e ardhshëm do të vazhdohet edhe në vitet klasat e 7, 8 dhe 9. Ka edhe shumë punë për të bërë, por jemi krenar si komunë, jemi mirënjohës se në këtë rajon ose në komunën e Zhelinës, brenda 4 apo 5 vite që ndërtuara 4 objekte shkollore të reja, është duke u bërë rrethoja e oborit në Rof, u bë rikonstruimi i kulmit në Grupçin, po pikërisht edhe këtu në Grupçin dhe në Dobërc, dhe projekte të vogla rreth ose financimi i komunës, rreth mbarvajtjes së arsimit, infrastrukturës, pagesës së rrymës e kështu me radhë. Këtij viti shkollor i bashkangjiten edhe 2 shkolla të reja, Gjimnazi i Tetovës 7 Marsi dhe Rilindja në Dollnen.